Rinumrimi si pasojë e dyshimeve dhe egos së kandidatëve nuk do të sjellë asgjë, por i qetëson të gjithë dhe tregon se nuk duhet hezitohet më nga politika për të çuar përfaqësues në administratën zgjedhore jashtë asaj me komisioner dhe numërues të 2-3 partive, kur në zgjedhje marrin pjesë mbi 10-15 parti politike. Drejtuesit politik të Partisë Demokratike në qarqet që kanë marrë qoftë edhe një vot më pak se sa në zgjedhjet e viteve 2009, 2013, 2017 apo 2021, duhet largohen nga çdo funksion politik në drejtimin e PD-s. Nëse kanë sadopak dinjitet, duhet të dorëzojnë mandatin që kanë marrë pa votat e qytetarëve dhe pa votat e demokratëve në primare. Partia Demokratike duhet hyjë në një proces zgjedhor në çdo deg dhe të heqë modelin e shpifur, ku ka më shumë poste dhe të zgjedhur falco se sa antar partie, antar kryesie, sekretariate, koordinator, drejtues politik e tjerë një lloj si ish PPSH. Partia Demokratike duhet pastrohet nga fundorinat, ish spion të sigurimit dhe debile idiot politik që nuk din të bëjnë asgjë veç intrigave të ndyra, për të ruajtur një karrige të qelbur për veten dhe për pislliqet e tyre duke luftuar këdo që nuk u ngjan me surratin e tyre të shpifur. I nderuar zoti Berisha, skuthët, servilët, vemjet, fundorinat dhe idiotët, edhe kur të lëpijnë në rastin më të mirë të bëjnë pis, por shpesh herë të kafshojnë, disa si qen, disa si kon. Prandaj nuk besoj se ke nevojë për masazhe të tilla ergavitse që t'i paguash si masazh relaksi. Partia Demokratike dhe opozita janë asete kombëtare jo kasolle për të futur kokën njerëz pa kokë, por vetëm me dhëmë të qelbur edhe të përdredhur.